Ekonomia shqiptare nuk po orientohet drejt prodhimit dhe eksportit, çka do të siguronte një rritje të qëndrueshme në afatmesëm dhe afatgjatë. Të dhënat e bilancit të vitit 2014 për 200 kompanit më të mëdha në vend, të njohura ndryshe si VIP-at, tregojnë se modeli i ri, i premtuar nga qeveria Rama dhe i fokusuar te prodhimi, është ende larg. Revista ekonomike Monitor konstaton se në listën e 200 sipërmarrjeve më të mëdha bizotërojnë kompanitë e tregtimit të naftës, që zinin rreth 10% të numrit total ose 21 të tilla dhe kanë realizuar 21% të qarkullimit total të 200 VIP-ave, të ndihmuara edhe nga zgjerimi i prodhimit vendas, por edhe faktit që nafta blihet dhe shitet shumë herë, duke rritur artificialisht volumin e tregut dhe xhiron e kompanive të këtij segmenti. Nga 10 sipërmarrjet më të mëdha në vend sipas qarkullimit vjetor, 4 merren me naftë. Edhe aktivitetet e lojrave të fatit kanë parë një lulëzim të aktivitetit vitin e kaluar. Kjo pavarësisht sulmeve të ashpra që qeveria i bëri këtij lloji biznesi me aksionin fundi i marrëzisë. Sipas analizës së Monitor, sipërmarrjet prodhuese, përpunuese dhe ato eksportuese numërohen me gishtat e dorës. Në listën e 100 më të mëdhave ka vetëm 4 sipërmarrje eksportuese. Në listën e 200 më të mëdhenjve, 35% janë sipërmarrje me kapital të huaj, ku mbizotërojnë institucionet financiare, kompanitë e rrugëve, prodhues të naftës. Një vit më parë në listë kishte 31% sipërmarrje të huaja. Hyrjet e reja janë kryesisht në fushën e ndërtimit të rrugëve.